Për shkak të situatës së krijuar në Gostivar dhe pasi autoritetet kanë ndaluar konsumimin e ujit nga ujësillësi i këtij qyteti, komuna e Gostivarit njofton se nga ora 14:30 në ambientet e njësisë së zjarfikësve në Gostivar ka nisë shpërndarja e ujit të pijshëm falas për familjet në rrezik social. Komuna e Gostivarit ka bërë thirrje qytetarëve që kanë nevojë të paraqitet dhe të furnizohen me ujë. Rezultatet e analizave të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari janë të qarta. Uji nga rrjeti i ujësillësit ka ndalesë të përkohshme për konsum, si për pije ashtu edhe për përdorim në gastronomi. Për këtë arsye, me kërkesë të vlen Gostivar dhe me mbështetjen e këshilltarëve të kësaj partie në qytetin e Shkupit, është siguruar një cisternë me ujë të pijshëm për banorët e Gostivarit. Cisterna, siç thonë në komunikat, do të jetë te parkingu i Pallatit të Kulturës në afërsi të xhamisë së Mahallës së Re. Nga Vlen u bën thirrje të gjithë qytetarëve të mos përdorin ujin e ujësillësit për pije, të respektojnë rekomandimet e institucioneve kompetente dhe të kujdesen maksimalisht për shëndetin e tyre dhe të familjeve të tyre. Edhe në ditët në vijim do të vazhdojmë të sigurojmë cisterna me ujë të pijshëm nga komuna tjera, derisa furnizimi me ujë të sigurt të rikthehet në normalitet, thuhet në komunikatën e Vlen Gostivar.